do të shohen, do të etiketohen, do të sulmohen, besimtarët duhet të jenë të përgatitur nga gjuha e një pjese për atyre të cilët janë mohues. Nga koha e Nuhit a.s. deri te Muhamedi a.s. dhe nga Muhamedi a.s. deri këtu dhe deri në Kiamet, besimtarët duhet të jenë të përgatitur se do të shohen, do të etiketohen, do të sulmohen nga gjuha e një pjese për atyre të cilët janë mohues. Ky termi sot që përdoret, këtë gjuhën moderne, islamofobi, por realisht vetëm termi ka ndryshuar. Ndërsa fjalët pra dhe qëndrimet e mohuesve karshi besimtarëve të njëjta, nuk ka ndryshim. Pra, ato që ka përjetojnë sot besimtarët, i kanë përjetuar edhe pejgamberët e Zotit, i kanë përjetuar edhe shokët e pejgamberëve, po i kanë përjetuar edhe besimtarët historikisht. E para që pa besimtarët e drejtojnë ofendimin e tyre ndaj muslimanëve ose ndaj besimtarëve, është përmend pra në një ajet kuranor qysh në kohën e Nuhit a.s. Çka i kanë thonë Nuhit, mohusit, kur ai i ka thirrë në fenë e Allahut? Wa ma naraka tabi'aka ila alladhina hum aradiluna badiya ar-ray. O nuk po shohum se ty është duke pasu dikush tjetër jashtë na asoj pjesës së shoqërisë nga ne e cila është pa mend. Pra, shoqëria më e ulët nga ne që s'ka mend. Kështu i kanë thonë Nuhit a.s. mohuest. Po mirë, qysh i kanë thonë Muhamedit a.s. Çka ju kanë thonë besimtarëve pra në kohën e Muhamedit a.s. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Kur ju thuhet atyre besoni ashtu sikur që kanë besuar njerëz, cila është përgjigjja e mohuesve? Atë besojmë ashtu sikur që besojnë ata që kanë pak mend, që janë më në lehtë. A e sheni ofendimi është i njëjtë? Nuk ndryshon, përkundër se Nuhi dhe Muhamedi a.s. kanë mijëra vjet mes. Por fjalët e tyre janë të njëjta, zemrat e tyre janë të pandryshuara.